Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan thot se Irani ka të drejtën legjitime për të mbrojtur përballë fushatës së vazhdueshme të bombardimeve të Izraelit kundër objektivave ushtarake dhe bërthamore, e cila tani është në ditën e saj të 6, është një e drejtë shumë e natyrshme, legjitime dhe ligjore për Iranin të mbrojtë kundër banditizmit dhe terrorizmit shtetëror të Izraelit, tha udhëheqësi turk një ditë pasi ai u referua kryeministrit Benjamin Netanyahu si kërcënimi më i madh për sigurinë e rajonit. Ai gjithashtu tha se Netanyahu ja ka kaluar Adolf Hitlerit në kryerjen e gjenocidit në Gaza dhe kjo nuk është hera e parë që Erdogan e bën një krahasim të tillë. Kryeministri Benjamin Netanyahu e ka tejkaluar prej kohësh tiranin Hitler në krimin e gjenocidit. Presojmë që fatet e tyre të mos jenë të njëjtat, tha ai duke shtuar. Po bëjmë gjithçka që mundemi për të ndaluar këtë agresion shnjërzor kundër Gazës, Sirisë, Libanit, Yemenit dhe fshinjit ton Iranit. Erdogani nënvizoi gjithashtu numrin e viktimave të veprimeve të Izraelit duke paralajmëruar: gjaku i civilëve të masakruar, foshnjave dhe fëmijëve të vrarë, ka spërkatur jo vetëm duar dhe fytyrat të atyre që mbështesin arrogancën e Izraelit, por edhe ata që heshtin. Duke ju referuar shqetësimeve mbi stabilitetin rajonal, Erdogan dha garanci se Turqia mbetet vigjilente. Ne po i monitorojmë nga afër sulmet terroriste të Izraelit ndaj Iranit. Të gjitha institucionet tona janë në gatishmëri për efektet e mundshme të këtyre sulmeve në Turqi. Ai siguroi publikun duke thënë: "Kombi ynë mund të çndrojë i qetë. Qeveria është plotësisht e përkushtuar për të mbrojtur interesat, paqen, unitetin dhe sigurinë e Turqisë. Ne kemi bërë dhe po bëjmë përgatitje për çdo zhvillim dhe skenar të mundshëm."